Një numër i paregullësive të dyshuara në operacione janë identifikuar në Institutin e Shëndetit Publik, duke përfshirë mungesën e pajisjeve nga prokurimi publik, kontrata të kontestuara dhe rritje të kostove në disa artikuj. Njoftoi sot drejtoresha e këtij institucioni, Marja Andonovska. Sipas saj, midis artikujve të kontestuar është prokurimi i një kablli rrjeti prej 15 kilometrash për internetin, me vlerë rreth 15.000 euro, për të cilin, siç thot ajo, nuk ka gjurmë të vendodhjes së tij. Ajo përmendi gjithashtu raste të kompjuterëve, laptopëve dhe telefonave celular të blerë, për të cilët, sipas menaxhmentit, ka vetëm kërkesa pa dokumentacion të duhur për shpërndarjen e tyre. Përcaktuam se 50.000 euro u shpenzuan në një orë për të festuar 100 vjetorin e ISHP-s. Pra për çfarë mund të shpenzohen 50.000 euro në një orë, për më tepër nëse ligji lejon 1.000 euro ose 62.000 denar për të blerë fonde të caktuara që ju nevojiten pa shpallur një prokurorim publik. Ata kanë shpenzuar mbi 1,5 milion përtej asaj që lejohet. Përveç kësaj, u paguan shtesa në paga dhe shpërblime që nuk ishin në përputhje me rregulloret ligjore dhe kishte edhe paregullsi në të dhënat e pajisjeve zyrtare dhe përdorimit të burimeve. Ajo theksoi se pas marrjes së detyrës, kërkoi një auditim shtesë nga zyra shtetërore e auditimit, pas së cilës, siç tha ajo, u përcaktuan paregullsi të shumta në pothuajse të gjitha segmentet e punës. Madje dërguam edhe një letër edhe vetë kërkuam që zyra shtetërore e auditimit të vinte për të përcaktuar paregullsit me të cilat po përballeshim. Praktikisht nuk gjetëm asnjë gjë që të ishte bërë ligjërisht ose sipas ndonjë rregulloreje. Prisja që në fillim që të paktën zyra e prokurorit publik, pasi të dëgjonte një zë, do të fillonte një lloj procedure. Tutje, ajo tha se raporti i SAOS për ISHP-n i referohet periudhës së vitit 2024 para ardhjes së menaxhmentit aktual, duke komentuar gjetjet mbi operacionet e institucionit.